Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Mbretërinë e Arabisë Saudite prej nga morja dhe njohjen e Sirisë për Kosovën. Presidenca ka ndarë disa detaje nga vizita e Osmanit në Arabinë Saudite, ku është bërë ditur se ajo është takuar me disa personalitete të njohura, në mesin e tyre edhe Donald Trump Jr., biznesmeni amerikan dhe djali i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe presidenti i FIFA-s Gianni Infantino. Gjatë vizitës, Osmani realizoi një sër takimesh bilaterale dhe multilaterale të rëndësishme. Lëvim postimi plot i presidencës. Përmbledhje e vizitës zyrtare presidentes Osmani në Mbretërinë e Arabisë Saudite. Gjatë vizitës së saj në Mbretërinë e Arabisë Saudite, presidentja Osmani realizon një sër takimesh bilaterale dhe multilaterale të rëndësishme, të cilat shënuan një moment të jashtëzakonshëm për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe hapjen e perspektivave të reja për integrimin ndërkombëtar të Republikës së Kosovës. Kjo vizitë kulmoi me njohjen e Republikës së Kosovës nga Siria me ndërmjetësimin dhe mbështetjen e aleatëve. Respektivisht, presidentja Osmani ka realizuar takime bilaterale me lartësinë e tij mbretërore Mohammed bin Salman, princi i kurorës së Mbretërisë së Arabisë Saudite, ku u theksua mirënjohja e Kosovës për përkrahjen e vazhdueshme dhe u diskutua hapja e kapitujve të rinj të bashkëpunimit në fushën e energjisë, së rinovueshme, turizmit, bujqësisë, sigurisë ushqimore, arsimit, inovacionit digjital dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Shkëlqësia e tij Mohammed Ould Sheikh El Ghazouani, presidenti i Republikës Islamike të Mauritanisë, me të cilin presidenti Osmani diskutoi avancimin e marrëdhënieve miqësore dhe rritjen e bashkëpunimit në skenën ndërkombëtare. Shkëlqësia e tij Rumen Radev, presidenti i Republikës së Bullgarisë, ku fol për heqjen e masave të padrejta ndaj Kosovës dhe për përparimin e aplikimit të saj për statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Lartësia e tij mbretërore Hyssein bin Abdullah Al Hashim, princin e kurorës së Mbretërisë Haxhemite të Jordanisë, me të cilin u konstatua gatishmëria për të thelluar bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, tregtisë dhe teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Yasir Al Rumayyan, guvernatorin publik të Investment Fund të Arabisë Saudite, me të cilin u diskutua për investime strategjike dhe mundësi për përfshirjen e Kosovës në projekte zhvillimore. Talal Al-Marri, drejtori ekzekutiv i Expo 2030 Riyadh, ku konfirmua pjesëmarrja e Kosovës dhe mundësia e veçantë për të shfaqur potencialin e saj inovativ dhe teknologjik në kuadër të Expo 2030 në Riyadh. Gjithashtu, presidenti Osmani pati rastin të bisedojë me shkëlqësinë e tij Paul Kagame, presidentin e Republikës së Ruandës. Shkëlqësia e tij Mohamed Irfan Ali, presidentin e Republikës së Guajanas. Shkëlqësia e tij Cevdet Yilmaz, zëvendës presidentin e Republikës së Turqisë. Shkëlqësia e tij Edi Rama, kryeministrin e Republikës së Shqipërisë. Gianni Infantino, presidentin e FIFA-s, dhe Donald Trump Jr., biznesmenin amerikan dhe djalin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Një moment kryq i kësaj vizite ishte takimi trilateral mes princit të kurorës Mohammed bin Salman, presidentes Osmani dhe shkëlqësisë së tij Ahmad Al-Shara, presidentit të Sirisë, me cilin u finalizua njohja e Republikës së Kosovës nga Siria, një hap historik për konsolidimin ndërkombëtar të vendit. Në kuadër të Future Investment Initiative, presidenti Osmani ishte ftuar në tryezën e liderëve, ku diskutimi kryesor u përqendrua në temën cila është kostoja e sigurisë ekonomike, një debat me rëndësi të veçantë për vendet që synojnë rritje të qëndrueshme ekonomike përmes dialogut, inovacionit dhe investimeve në infrastrukturë, transformim digjital dhe inteligjencë artificiale. Presidenti Osmani ishte gjithashtu e ftuar në darkën zyrtare të shtruar nga princi i kurorës Mohammed bin Salman për të ftuar dhe u prit me nderime ushtarake me njëra pas mbërritjes në Riyadh për mbarvajtjen e vizitës, zhvillimit më të fundit global dhe planet për bashkëpunim të ardhshëm ndërmjet Kosovës dhe Arabisë Saudite. Presidenti Osmani dha 2 intervista ekskluzive për Al Arabia dhe Arab News.